Përshëndetje. Prindërimi është një nga rolet më përmbushse, por sfiduese në jetë, dhe gjetja e mënyrave efektive për të kontrolluar fëmijët mund të jetë një proces prove ose edhe gabimi. Disiplina pozitive zgjeron perspektivat për prindërimin e një fëmije që janë ndërtuar rreth ndjeshmërisë, respektit, për të kuptuar përsjelljen e fëmijëve. Disiplina pozitive nuk inkurajon masa ndëshkuese apo qasje autokritike. Në vend të kësaj, ajo i trajton fëmijët si dhe i fuqizon ata drejt vendimarrjes së shëndosh në mënyrë që të nxisin marrëdhëniet e forta prind-fëmijë. Në këtë video, unë do të prezantoj disiplinën pozitive dhe disa koncepte që qëndrojnë pas saj, duke përfshirë hapat praktik që mund të bëjnë prindrit në aktivitetet e tyre të përditshme. Por le të eksplorojmë se sa transformuese është teknika e disiplinës pozitive për krijimin e individëve të dëmshur, të vetësiguruar, të cilët janë mjaft elastik për të përballur me vështirësitë. Çfarë është disiplina pozitive? Disiplina pozitive është një strategji e rritjes së fëmijëve që synon të mësojë fëmijëve sjellje të mira nëpërmjet përforcimit, udhëzimit dhe respektit në vend të thjesht të ndëshkimit ose shtrëngimit. Kjo thekson nevojën për marrëdhënie të forta midis prindërve dhe fëmijëve të tyre të bazuar mbi respektin reciprok për ndjenjat e njëri tjetrit. Në thelb, ajo që është disiplinë pozitive përqendrohet në ndërtimin e vetkontrollit tek fëmijët, gjithashtu vetëvlerësimin e tyre, si dhe aftësinë për zgjedhjen e problemeve. Kjo qasje i lejon fëmijët të ndihen të lirë pasi janë të vetëdijshëm për çdo gjë për të cilën mendojnë do të merret parasysh nga njerëzit përreth tyre. Kjo do të thotë të specifikoni se çfarë duhet ose nuk duhet bërë brenda një familje për sa i përket sjelljes, duke ofruar udhëzime të vazhdueshme dhe duke vlerësuar çdo hap të bërë drejt arritjes së pritshmërive të tilla, duke përforcuar kështu të njëjtat veprime, duke përdorur shprehje si punë e shkëlqyer. Fëmijët mund të zhvillohen në një mjedis të kujdesshëm nëpërmjet teknikave pozitive të edukimit. Përveç kësaj, ata ndihmojnë në mësimin e moralit dhe aftësive të rëndësishme jetësore. Më poshtë, unë do të rendisë 10 teknikat të prindërimit bazuar në atë që është quajtur disiplina pozitive. E para, promovoni sjelljen pozitive. Nëse dëshironi të keni më shumë të mira, pranoni gjithmonë atë. Jeni specifik kur lavdëroni fëmijën tuaj që bën gjëra të mira si ndarja, shpërndarja, mirësia ose kryerja e detyrave që i bën vetë. Kur vërejmë atë që ata kanë arritur dhe përpjekjen që bën për të, fëmijët do të ndihen të vlerësuar dhe të motivuar. Përdorni forma të tjera inkurajimi, duke përfshirë komplimente verbale, vlera numera të larta, ti je notës 10 për shembull, 10 më yll që kemi thënë, ngjitse ose privilegje të veçanta, që ne mund t'u ngjisim atyre në trup, ose t'i vizatojmë, që u tregojmë fëmijëve se ne i marrim parasysh arritjet e tyre si dhe përpjekjet. E dyta, jeni të qartë në lidhje me pritjet, pra me pritshmëritë. Kjo i ndihmon fëmijët të kuptojnë vazhdimisht se çfarë është sjellje e pranueshme në situata të ndryshme, duke pasur pritshmëri të qarta në situata të ndryshme. Përdorni gjuhë dhe shembuj të përshtatshëm për moshën dhe komunikoni për rregullat ose kufit. Ju mund të mendoni për përfshirjen e fëmijëve në vendosjen e këtyre pritshmërive, në mënyrë që ata të ofrojnë ide dhe gjithashtu të kuptojnë pse secili prej tyre është i rëndësishëm. Zbatoni pasojat me vendoshmëri, por në mënyrë të drejtë sa herë që nuk përmbushen pritshmëritë. Ai mëson përgjegjësinë për të marrë vendimet e duhura. 3. Shmangni gjuhën negative. Zhvilloni një atmosferë mësimore, mbështetëse, duke përdorur fjalë pozitive, për t'i perceptuar gabimet si mundësi dhe jo si dështime. Në vend që të thoni mos vraponi, thoni të lutem ec, duke zhvendosur vëmendjen nga ajo që ne nuk duam që ata të bëjnë drejt diskutimit të rezultateve të dëshirave. Ne mund të rrisim mirëkuptimin dhe bashkëpunimin duke redaktuar
gjithashtu rezistencën ose kundërshtimin. Gjithashtu, siguroni që të theksoni rëndësinë e veprave të mira në mënyrë që ata të njohin vlerën e tyre për të kontribuar pozitivisht përmes përpjekjeve të tyre. E katërta, modeli sjelljes së mirë. Fëmijët mësojnë duke parë të rriturit dhe duke kopjuar atë që bëjnë ata. Si prind, kjo do të thotë se gjithçka që bëni është e rëndësishme, pasi mund të ndikojë shumë në sjelljen dhe bindjen e fëmijës tuaj. Jeni të durueshëm, të vëmendshëm dhe të kuptueshëm kur keni të bëni me të tjerët, përfshirë edhe fëmijën tuaj. Demonstroni se si funksionojnë këto procese për aftësitë e komunikimit efektiv, metodat e zgjidhjes së problemeve dhe modelet e zgjidhjes së konflikteve, të cilat do t'ju japin atyre diçka për të imituar. Prandaj supozohet të krijoni një mjedis në të cilin ata mund të fitojnë vlerat dhe sjelljet që janë të rëndësishme për ju. 5. Zgjedhje të shumëfishta. Duke i lejuar fëmijët të zgjedhin midis disa alternativave, por brenda kufive të pranueshëm, ata mund të zhvillojnë mendje të pavarura dhe të rrisin aftësinë e tyre vendimtare. Kjo do të thotë që fëmijët kanë një mundësi për të bërë zgjedhjet të tyre, duke qenë kështu autonom, por vetëm përmes kufive të vendosur nga prindrit ose kujdestarët. Siguroni që kur jepni opsione të ndryshme, se cila prej tyre duhet të jetë e përshtatshme për moshën e një fëmije, pasi kjo zhvillon pronësinë dhe përgjegjësinë mes të rinjve. Pra, përfshini fëmijët në vendimmarrje, sepse kur e bëni këtë, rrit vetë vlerësimin dhe vetë besimin e tyre, duke krijuar gjithashtu harmoni mes tyre përmes angazhimit aktiv. 6. Pasojat shkakësore. Për të mësuar të drejtën nga e gabuara, duhet të përdoren pasoja logjike, të tilla që fëmijët të mund të kuptojnë marrëdhënien midis asaj që bën dhe asaj që ndodhi më pas si përgjigje. Dënimet shihen si të padrejta ose të dhëna rastësisht, ndërkohë që pasojat logjike vlen gjithmonë për atë që është bërë. Kështu që rezultojnë të jenë mësime të nxjerra dhe janë shumë të paçmuara. Për shembull, nëse një fëmijë nuk i pastron lodrat e tij apo të saj, atëherë heqja e këtyre lodrave prej tij apo prej saj derisa ai ose ajo të jenë përgjegjëse do të ishte një ndër pasojat e mundshme logjike. Fëmijët do të bëhen personalisht të përgjegjshëm dhe do të fitojnë aftësinë e nevojshme për të bërë zgjedhje bazuar në rezultatet e pritura përmes kësaj qasjeje. 7. Kohëzgjatja jo kohore. Në vend të përdorni teknika tradicionale të dëmshurisë dhe konstruktive të pushimit, prindrit mund të përdorin kohëzgjatje që përfshin qëndrimin në kontakt me fëmijën gjatë konfliktit ose çdo momenti tjetër stresues, në vend që ta përjashtojnë atë dhe këto ofrojnë mundësi për stërvitje emocionale dhe zgjedhjen e problemeve duke ndihmuar në zhvillimin e strategjive të përballimit dhe rregullimit emocional tek fëmijët. Kur ju jeni gjithmonë të pranishëm pranë tyre, duke treguar atë që është e drejtë, atëherë ata mësojnë mënyra më të mira për të përballur me sfidat e ndryshme të jetës. Ushqeni inteligjencën e tyre në mënyrë që të rriten si individ inteligjent emocionalisht. 8. Dëgjimi aktiv. Dëgjimi aktiv është një qasje empatike dhe mbështetëse për marrëdhëniet me një fëmijë. Merrni kohën tuaj për të dëgjuar sinqerisht, pa gjykuar ose ndalur mendimet, ndjenjat dhe këndvështrimet e tyre që të shprehen. Përgjigjuni duke reflektuar emocionet përmes ndjeshmërisë, duke vërtetuar përvojat e ndara me ju. Për shkak të teknikës së disiplinës pozitive, i gjithë informacioni i nevojshëm do të jetë dhënë gjatë kësaj periudhe, duke e bërë të lehtë për nënat të trajtojnë çështje të tilla më vonë kur të kërkohet. Prandaj kjo aftësi i ndihmon ato të zbulojnë kur diçka nuk është në rregull me foshjen e tyre. 9. Përforconi vlerat pozitive. Merrni disiplinën si një rast për të përforcuar vlerat pozitive si dëmshuria, simpatia dhe përgjegjësia. Gjithashtu, siguroni që fëmijët të dinë se si veprimet e tyre ndikojnë te të tjerët
ndërsa në të njëjtën kohë promovojnë të menduarit ndryshe. Mësoni empatin gjatë trajtimit të sjelljeve të vështira. Mësoni zgjedhjet e konflikteve, por gjithashtu sqaroni se pse është e rëndësishme të respektoni njëri tjetrin dhe të trajtoni njëri tjetrin me dashamirësi. Nëpërmjet tregimeve, lojës dhe roleve dhe situatave të jetës reale që tregoni këto virtyte, dhe të tjera që çojnë në marrëdhënie më të mira me komunitetin. E 10, përqendroni në mësimdhënie. Mendoni për disiplinën si një mundësi për të mësuar në vend që të ndëshkoni fëmijën tuaj. Në këtë rast do të jeni mjaft të durueshëm, të udhëhequr dhe nga dashuria, të cilat nuk është vetëm korrigjim i asaj që shkoi keq, por shkon përtej asaj për të kuptuar më mirë ato. Nëpërmjet vetkontrollit, ndër të tjera, ndihmoni personin nën kujdesin tuaj të përvetsojë teknikat e nevojshme të mbijetesës në mënyrë që ata të mund të përshtaten lehtësisht për çdo shoqëri, pa i shkaktuar asnjë problem apo dëm vetes apo njerëzve përreth tyre në aktivitetet e përditshme dhe ato prindrore. Duke përqafuar disiplinën pozitive, prindrit mund të krijojnë një mjedis edukues që nxit rritjen e individëve të sigurt dhe të dëmshur, të aftë për të lundruar në sfidat e jetës, me elasticitet dhe me hirësi. Miq, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë her pas here në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.